Kur është ngrit kjo fermë? U ngrit si vjetë, dikun ka marsi, ka prilli ja kom fillu për me mush fermen. A je blektori i ri apo i ka hershëm? Jo, jam që 13 vite. Që 13 vite? Po. Për Majmëri Viqash? Për Majmëri Viqa, ne e kemi pas fermen afër shtëpiave të vllaznive atje, ku e kemi, po për shkak se shtëpia të afër, jem largu e kemi marru këtu, ku kemi tokën. Do të thotë, i përfillni edhe kriteret e ambientit, Po, rrugtin e ambientit. po, normal. Nuk ka këtu godina. Nuk ka shtëpia afër, është perfekt për fermë, ku e kam tash. Ja vlen kjo veprimtari apo nuk ja vlen? Ja vlen nëse e ki tokën tonë, nëse e punon mirë, nëse e ki për shembull mas pakti 70% materialin tonë, atëherë ja vlen për mi majtë. Dhe tokë ke? Kam tokë 10 hektarë të mia, plus marrë me qëra. Kriteret janë 4 viqa për 1 hektar. Ashtu. Sa viqa janë tu? 40. Tash presin tregun. Po, tash në qitë mujt, dhe ka funi mujt, i ja pjetë ses. I knaqën me bashkëpunim atje? Po, shumë jam i knaqën me TC, ta i marrin, janë me pagesë në rregull. Sa përgjithsisht janë investuar këtu në këtë? Janë investuar në këtë shtallë dikun afër 30 miljarë. Janë mjetë vetanake apo? Vetanake. Do të thotë pa kredimarrje, pa qeveri, pa ministri. Pa ministri, pa qeveri, pa këtë. Ndanë për shtalla, ndanë Ndanë, po une nuk kom aplikuar se kanë bo përpara në shumë dallavere, shumë jo në rregull, po menoj për tashit, inshallah ecë ma mirë. Inshallah, thoni për tashit me ndoni në zgjanim? Në zgjanim, po, të fermes, menoj Nëse do të shkon puna mirë atje. Mirë, qashtë. Besoj që do të shkon puna mirë atje dhe ka më shku. Ka më shku. E tash prap për tregun. Sa kushton blerja, këtu me siguri ju nuk keni nga fillimi, e merrni në treg viqë? Unë e marrë në treg, dikun këta ka 200 kilshi, për 7-8 muj dhe në 600 kila. Si ja bën me ushqim? Po shihet koncentrat, dritë? Jo, është kolomëq, grun. Ballgur, si thonë? Ballgur, se koncentrat nuk i qes. Nuk e qetë koncentrat? Unë e marrej koncentratin vetë, marrë lule dillit, soj, grun, kolomëq, i përzije, kam mikserin. Do të thotë, e dini shka qitë ju, edhe e keni parasysh edhe shëndetin e viqit, por edhe konsumatorit parasysh? Normal, është mish i klasit të parë. Mish i klasit të parë? Po. Edhe ja vlen? Ja vlen, normal, ja vlen. A ka dikur që unë ndihmon këtu? Për familjes apo? Kam djalin, po i kam edhe vllaznit, djemët i kam në Holland, edhe ata në animojnë, po unë me djalë ma tepër, marrë edhe punëtorë ku kam nevojë.